Përshëndetje të nderuar miq, kemi nisur javën e re me protestën që vazhdon. Sonte është nata e 23, java e 4 që ka hyrë. Protestuesit shprehin të vendosur për ta çuar deri në fund misionin e tyre për largimin e qeverisë Rama dhe kastës së vjetër. Megjithatë, për ecurinë e protestës, me vëmendje më të shtuar tek ajo që ndodhet të shtunën, do ta nisim këtë javë me avokatin Gylsen Zhdima, mikun e emisionit tonë. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, tronditja ishte e fortë shtunën. Në tërmet 7-8 pallave. Larg qoftë me këto të tërmetit, por e vërteta ishte që mesazhi ishte shumë i qartë kundrejt të zotit Rama, kundrejt klasës politike shqiptare, kundrejt institucioneve të pavarura kushtetuese, të cilat duhet të marrin një mesazh të qartë, në rast se nuk e marrin, do ta marrin sepse në fund fare sovrani flet me fjalime në shesh, flet me protest, flet me demonstrat, por kam frikën që mos të flas me zvarritje dhe zvarr t'i marrë disa prej tyre, të cilët mendojnë se drejtojnë vendin apo japin vendimarrjen në emër të sovranit dhe abuzojnë dhe me drejtimin e vendit dhe me vendimarrjen për sovranin. Prandaj shtuna ishte mesazh reflektimi, uroj që ta marrin si reflektim, mos të bëhen gazi botës dhe thjesht të bëhen ajo që duhet të bëjnë, detyrën e tyre kushtetuese dhe ligjore, të kuptojnë se sovraniteti i përket popullit dhe populli është ai që vendos. Pavarësisht se merr pjesë tani apo jo në zgjedhje si do ta bëj zoti Rama, por e vërteta që zoti Rama duhet të bëjë një punë dhe puna e tij nuk është vetëm dorëheqja në aspektin politik të heqjes dorë nga kryeministër, por të paktën duhet të heqë dorë edhe duke folur në grupe parlamentare, në konferenca, brenda apo jashtë vendit, se sa më shumë flet, aq më shumë iriton qytetarët për të dalë të marshuar dhe kundrejt të keqeverisjes së tij abuzimit. Për shtunën avokat si kishim në dy zhvillime kryesore, edhe mbledhjen e grupit, edhe protestën. Mbledhja Prandaj them, nuk po të flas. Sipas publikimeve në media, burimeve mediatike, edhe qëndrimit kryeministrit për mbështetje. Zoti Balla, duhet keni parasysh që unë ju a kam thënë me kohë para se të shpërthej vulkani i qytetarëve, që zoti Rama brenda vetes ka një problem, dhe problemi është shumë i rëndë dhe shumë serioz. Partia Socialiste mund të jetë partia e punës, partia komuniste mund të jetë me manualin e vjetër, por mos harroni faktin se zoti Rama është një person i cili është i vetëm në Partinë Socialiste dhe aty janë figura të tjera të cilat kërkojnë që të marrin terren për shkak se e kanë lënë shumë kohë zotin Rama. Prandaj ju do të shikoni që po rizjohen ato figurat e vjetra, po edhe ata të cilët janë brenda me funksione deputeti, do të ketë patjetër reagim të atyre kundrejt zotit Rama dhe në asnjë moment mbrojtje të zotit Rama, sepse mos harroni një fakt tjetër, se asnjëri prej tyre me emër në Partinë Socialiste nuk ka dalur të mbrojë tezat e zotit Rama në asnjë moment ku ka qenë zoti Rama në krye të detyrës, ose më mirë te gabimet fatale që janë bërë nga Partia Socialiste kundrejt korrupsionit dhe bashkëpunimit me bandat, që vetë është faktuar nga drejtësia e tyre. Elisa Spiropalin që i bëri thirrje Ramës, që Rama të thras mendjes. Elisa Spiropali është vendosur. Ishte e treta kjo, se 2 herë falet tha Rama. Kjo ishte e treta? Pra, edhe një herë, unë ta thash atëherë dhe po ta rikthem, loja me Spiropalin ishte jo serioze, ishte një lojë për të arritur atë çfarë themi ne, skanimin e kundërshtarëve brenda partisë. Rama nëpërmjet saj e kuptoi se kush ishin në të vërtetë ata brenda partisë, e skanoi, mori informacionin që desh dhe në çdo moment zonja Spiropali mund të vendos veten e saj jashtë grupit parlamentar, ose zoti Rama mund t'i tregoj rrugën e daljes nga grupi parlamentar, por duhet keni parasysh diçka.
me tregimin e rrugës parlamentare, që nuk kupton të grupit parlamentar, Zoti Rama nuk do ketë mundësi të votojë ligje shumë të rëndësishëm që kërkojnë 84 vota, që nuk kupton, Zoti Rama do të përplaset tek Zoti Berisha, sepse edhe votat e Tom Doshit nuk e ndihmojnë, në rast se kemi shkëputje nga grupi parlamentar të deputetëve, ashtu pa edhe me amnistin penale. Prandaj Zoti Rama çdo vendimarrje që mund të marrë, do ta marrë me shumë kujdes, sepse një krizë tjetër, edhe njerë po e them dhe po e përsëris, një krizë tjetër institucionale që mund të ndodhë brenda Partisë Socialiste, do të kemi patjetër lëvizje brenda Partisë Socialiste që do i kundërdrejtohet Zotit Rama, sepse rasti Balluku ka zhgënjur shumë socialist dhe shumë deputet të grupi parlamentar socialist. Se them këtë gjë, sepse Zoti Rama tek rasti zonjës Balluku është treguar i një anshëm dhe është treguar përfitues i parë i asaj që bëri me zonjën Balluku. Prandaj po ju them që problemi në Partinë Socialiste nuk është kaq shumë i lehtë se me një PPP, me një tender ose me familjen tënde ta ka vendosur dhe ke mbaruar punë, sepse ju e pat shumë mirë që zonja Arta Dade doli dhe i tha Zotit Rama, mëso gjermanisht. E mbani mend, besoj që ju kam thënë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe ju do të shikoni dhe sot edhe në vazhdim Zotin Rama që po shbën një vizitë zyrtare në Francë, duhet të keni parasysh që nuk kalon përmes Parisit, por kalon përmes Berlinit. Dhe dini çfarë janë ata të Berlinit? Janë serioz. Nuk janë hajdutësit Parisit që pasi ikin nga detyra shfaqen skandalet e tyre qeveritare. Ju thoni Shiko Sarkozy e të tjerë në radhë. Gjermania mbrapa revolucionit? Tani mund të dalë si një tezë e tillë, por e vërteta është që Gjermania nuk fshihet pas gishtit. Dhe diplomacia ose më mirë politikat europiane të Gjermanisë janë të hapura. Pra, a fshihet Gjermania? Jo më zotri, nuk fshihet Gjermania, fshihet Bundestagu. E di pse fshihet Bundestagu, ta them unë pse. Të gjitha ato kriterë që ka vendosur ndër vitet në Shqipërinë nuk janë plotësuar. Dhe si do futet Shqipëria në Bashkimin Evropian? Po pse na duan ne aty? Po edhe një herë po them, nuk ka lidhja të don apo nuk të don, se ti në rast se Rama thot nuk shkon në Bashkimin Evropian dhe thot ky popull çfarë do, ku po na çon? Më kupton? Pra, teza ose karta që ka Rama për shqiptarët për t'i dhënë shpresë është Bashkimi Evropian. Se çfarë do thotë, do të çojnë në Bashkimin Sovjetik? Po je në Bashkimin Sovjetik. Rama po mashtron qytetarët shqiptarë si ku po i çon në Bashkimin Evropian. Ai ka çuar tek arroganca dhe tek korrupsioni. Dhe prandaj nga kjo protestë nuk është investitori. Janë problemet që qytetarët përballen vazhdimisht, si brenda vendit ashtu dhe jashtë vendit. Nuk mundet më emigrantët shqiptar të mbajnë njerëzit që jetojnë në Shqipëri. Është e pamundur dhe pa imagjinueshme. Mirë 35 vite pas kanë bërë tërbjet këta të vjetrit. Por ky që erdhi në 2013 e bëri çorap Shqipërinë duke i larguar gjithë shqiptarët nga Shqipëria. Ky është fakt konkret, nuk është mashtrim. Pensionistët 100.000 lekë, edhe i mashtron me 2.000 lekësha çdo tetor. Çdo muaj tetor i ngren ai 2.000 lekë, ata mendojnë se po marrin namin dhe po bëjnë namin. Dhe këtu një PPP 20 milion, 30 milion miliarda. E pe atë tjetër në Ersek, ku ka qenë kolonë, ku i bjen kryetar bashkie, aktori, gaboj në tender. Më kupton? Tani, të jemi serioz tani, këto janë të vërteta të cilët qytetarët shqiptar duhet i kuptojnë. Tani ti mund të jesh militant, po një sekondë vëlla. Në rast se ti si militant merr ke miliona, okay, dakord me ty jem, po ti s'ke buktash në shtëpi më vëlla. Edhe krenosh për partinë tënde që e ka bërë, namin ka bërë, dhe kanë vjedh për vete, nuk është se kanë vjedh për ty. Se thonë që kanë vjedh për ty, hajde te, ta marrim të mirëqenë dhe me hajtë fala, se ja ka dhënë një popull shkret që ka probleme, ka hallë dhe t'i zgjidhi. Po këtu nuk lejnë fukarajnë të punoj dhe bëjnë masakra me shtetin. Më kupton?
u stremben ata që kanë afër në telefon, ta largojnë pak. Pra, e vërtet është kjo. Bujësia, ta që votojnë PS nga mis deri në darkë, do na shpëtojnë, ju ka ngroposur, ka telendizur, ju ka mashtruar, ju ka vjedhur, ju ka poshtëruar, ju ka thënë që jetoni në luksin e varfërisë, dhe ata shkojnë bëjnë lukse jashtëtit dhe merr charter tjetër dhe tjetra merr vilat dhe bën namin me parat tuaja, duke abuzuar me Partinë Socialiste. Erdhi Rilindja, erdhi PS-ja, e përdor PS-n ai, e përdor Rilindjen sipas shefit. Kjo është e vërteta, kjo gjë po tregohet në shesh që në ditën e parë, Zvërneci ishte shkaku, por sot në çdo ditë marshimin që ju shikoni kriteret e pazbatuara, shikoni mashtrimin që është bërë popullit shqiptar, nuk e spitale, nuk e shkolla, nuk e asgjë, na për fshatra bëhet nami, njerëzit nuk kanë të jetojnë, mbi jetojnë. Dhe ky i thot që janë serb, janë të huaj, kush ky telendiset dhe shkon dhe i kërkon votën, edhe ka nga ata që japin vot Parti Socialiste. Pra e kupton me njëri nga organizatorë, në mos gaboj Arben Kola, thaj që ka grupe serbe dhe greke të infiltruara, sepse ka reaguar dhe kryeministri për këtë, duke nxjerrë fjalën e tij dhe thotë që të gjitha do dalin. Edhe Flamingo do habiten me veten se si ran me kokë me skorbave e sorrave të shqiptarisë rreme. Përveç kësaj, pastaj debati kryesor në do të them diçka. Ka qenë Jo, më thuaj, po. Okej, jo, do ta them pas kësaj që për të kaluar më pas te Kosova, sepse pas deklaratës kryeministrit, që ai tha që nuk beson që edhe kërkoi që ta lënë Albin Kurtin jashtë asaj, pra ardhjeve nga të sponsorizuara sipas tij nga Tetova dhe nga Prishtina. Në mënyrë ndoshta të tërthort u drejtua gishti edhe nga ministrat. Ulsimania tha që kërkoi që të dalë Albin Kurti publikisht e ta mohoi, e cilësoi hajvanllik këtë. Pra, Ulsiu, ku arrin dhe Ulsiu dhe bën këtë propagandë, kupton ku ka arritur. E di sa keq janë ata brenda Partisë Socialiste që bën këshillin e lagjës. Edhe një herë po ta them, po bëjnë këshillin e lagjës, po merren me çdo protestues, e kupton çfarë po bëjnë? Po bëjnë një gjë që nuk i shkon përmbar Partisë Socialiste. Tani ne e dim shumë mirë që të etiketojnë njerëzit, fusin tabelë, ti nuk e ke, po gjithsesi ai ta fut. Tani s'do rit merresh tani me tabelën e tjetër. Po çfarë po bëjnë këta? Këta po i fusin tabelë çdo protestues aty, dhe në fund fare këta do na dalin që janë super shqiptarë dhe të gjithë tjerë që kanë tradhtar. Jo më jo. Ore, kush ka shajt Donald Trump në 2016 në CNN? Unë apo Edi Rama? I ka thënë që është njeri i rrezikshëm, edhe te Baton Haxhiu i ka thënë që ky njeri është rrezikshëm, mos them ndaj fjalë tjetër. Unë e kam thënë apo Edi Rama e ka thënë? Edi Rama e ka thënë. S'kam thënë unë që është i rrezikshëm Donald Trump. Mirë, ajo tjetra që bëri në grupin parlamentar socialist. Qa tha? Bëri avokatin e familjes Trump. Ore, ku e ke Sorosin, ore? Ore, ti ke problem me veten që je Sorosian ose Trumpist, sepse e vërteta është që ne e dim që jemi shqiptar, por puna është ti e ke gjetë dinjitetin, pra e ke gjetë identitetin tënd, sepse na i ditë na shfaqet që është musliman, na i ditë na shfaqet katolik, na i ditë na shfaqet ortodoks dhe bën përdredhje, na i ditë na shfaqet italian, gjunizohet e Meloni, na i ditë na gjunizohet e Irani, do një ditë na gjunizohet tek Serbit që na është gjunizuar. Le çfarë thot ai, budalli që na mashtron nga mis deri në darkë. Mi ca pseudoanalist që e mbështesin. Prandaj them, gjitha kjo është një mashtrim që ata janë në pikë të hallit. Se ka brenda Partisë Socialiste probleme, sepse pikrisht janë mashtruar duke mashtruar vazhdimisht njërin tjetrin. Kanë mashtruar popullin shqiptar dhe nuk e din nga të ambajnë dhe t'i thënë popullit shqiptar të vërtetën. Dhe mos harro një fakt tjetër, në rast se arrim Ulsimania të na japi ne argument për Albin Kurtin, të paktën Albin Kurti s'ka lidhje me politikën e brendshme, dhe mos harroni faktin që Edi Rama ka paditur një kryeminist të Kosovës, dhe nuk e di unë ai kryeminist të Kosovës të ketë paditur Edi Ramën, dhe unë nuk e di ndonjë kryeminist ndonjë shqiptar mos të ketë reaguar
kur u arrestuar Thaçi, në shumë vonesë pasi erdhi direktiva nga Sorosi, u reagoi dhe Edi Rama. Më kupton? Le patriotin e madh me UÇK-n dhe të tjera tani. Ne dim shumë mirë këto tani karamelët. Sepse ai e dim ne shumë mirë qasin e tij për sa i përket UÇK-s ku ka qenë kryetar opozite. Se tani të rikthehen përsëri të gjitha skenat. Prandaj mashtrimet që bëjnë ata të cilët kanë groposur veten e tyre nuk mund të groposin kurse si Shqipërinë. Këtë ta kenë të sigurt, jo vetëm ata të brendshmit, edhe ata të jashtëm që kanë pretendim me Shqipërinë, që nuk e groposin Shqipërinë. Por Edi Rama duhet të kujtoj çfarë ka thënë 2016-ën, se të shtunën na bëri zëvendësin e Trumpit kur e shante Trumpin me zë dhe figurë që është i rrezikshëm. Mund të ma shpjegosh do ti dhe kush do tjetër këtë gjë edhe në komente? Avokat. Pra kush është për që ka problemin? Dëgjoj avokat. Nuk është herë e parë që Albin Kurti hapi dhe degën e vetëvendosjes në Tiranë për zgjedhje. 1. Në Maqedoni. Po qa lidhje ka dega, more, s'ka lidhje dega fare, se aty 10 veta ose 5 veta ka ngele dhe mos them 2 veta ka ngele dhe ka ikë vetëvendosja këtu, more. Nuk më kuptove. Po mirë, atë them diçka unë, po ministri jashtëm shqiptar që shajti ata të Maqedonisë së Veriut, shqiptarët, të komunikimi që është publikuar. Dhe tha pse nxorët të komunikimet, sepse ti kur thua pse nxorët komunikimet do thotë që ka e vërtetë dhe fillon të duke e ilustruar sipas shefit vet. Edhe një herë po them zotri, në ministrinë e jashtëm në Shqipëri janë futur të gjithë tradhtarët ministra, nga i parë deri tek i fundit. Çfarë na duhet në vetëvendosja? Vetëvendosja ka politikën e jashtme të vetë të saj. Ajo ka një test të qartë, do një bashkim kombëtar. Çfarë ti bëjmë ne? Po pse PS-ja e ka hëngër rënd, kjo edhe njerë po të them. Nuk është se po them që Rama tani do të bie sot nesër, pas nesër kështu me radhë. Rama e ka marrë mesazhin, mos guxo me krujt më me shqiptarët. Ky është mesazhi. Se i thoshte, nuk ju ngrifet, ju nuk ju ngret, nuk ju shkrefet, çfarë budalli që thoshte. Ai i thoshte ato gjëra. Dhe ato që thoshte, tani populli u urdhro ku i ke. Në shesh mund t'i thuash iranian, grek, kanadez, australian, çfarë do shpirti, po të paktën dëgjova një protestues dhe tha shumë të drejtë, se bërën këta të zgjutit, këta oligarkët e PS-s, hajdutët e PS-s që janë të vërtetë. Çfarë thanë? Erdhën makinat shtrejta, po të paktën ai ka bërë me djesë që i ka e shtetit, kurse ti ke vjedhur dhe ke grabitur pronat e shqiptarëve. Ja ma jep tani shpjegim. Për ta thënë më thjesht për publikun, do ta rrezoj Albin Kurti Ramën? Jo, nuk e besoj unë këtë gjë, këto janë mashtrime, këto janë iluzione. Edhe njëherë nuk e besoj këtë mashtrim. Ky është mashtrim. Nuk që edhe njëherë për mua, unë mund të jap ty skenare nga më të ndryshme, por ky quhet mashtrim. Ky quhet poshtërim të atyre qytetarëve që janë në rrugë. Unë kartën e Edi Ramës, sepse Rama i përqen vete se do të shkojë Shqipëri në Bashkimin Evropian, edhe një Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk shkohet dhe nuk dërgohet pa zbatuar reformat pik për pik. Nuk ka drejt faras. Ore, edhe një herë po të them, ore. Ore, nuk ka, more. Nuk ka Bashkim Evropian. Bashkimi Evropian çfarë është? Është një institucion i cili jep dhe merr. Para se të shkosh, të merr. Dhe pastaj thot po t'i konvertoj. Dhe pastaj shtëpia keni, sa pagoni sot. Do shkojmë në Bashkimin Evropian edhe ju them unë si do të erdhen lekët atje, te arka. Ishim më mirë. Hajde. Do thua ishim më mirë jashtë BE-s pastaj. Jo, edhe një herë, unë e di shumë mirë qëndrimin tim, po ata që mashtrojnë popullin shqiptar, në mbajnë përgjegjësi, se unë e di shumë mirë që i them popullin shqiptar. Rama që mashtron popullin shqiptar, që i thotë do shkojmë në Bashkimin Evropian dhe nuk i thënë të vërtetën ku po shkon, çfarë po do marri, çfarë do përfitoj, si do të jetë zbatimi këtyre nga kjo qeveri, sepse duhet të kesh parasysh diçka. Në rast se ti ke një qeveri hajdute, më dëgjoj pak, nuk mundet kurse si të kesh parasysh ti, kurse si asnjë nga ato që ti mendon për sa i përket pjesës
revolucionit, pra njerëz që bëjnë revolucion, njerëz të cilët kërkojnë drejtësi dhe të drejta, nuk mund të merren të mëqena sepse Rama thotë që do shkojmë në Bashkimin Evropian. Prandaj po të them dashur që Shqipëria në Bashkimin Evropian shkon ku një qeveri do të jep llogaridhënëse ndaj popullit dhe jo t'i kërkoj popullit llogari. Avokat, ka një pritshmëri ndaj ambasadorit të ri amerikan që pritet vinë në Shqipëri. Këtë e shikoj. E presim. Këtë e shikoj edhe tek ne kemi diskutuar gjithmonë bashkë edhe nisur edhe nga interesi edhe nga komentet që kam marrë për këtë. Prandaj më lind të natyrshëm edhe pyetja që mendoni që ai mund t'i jap zgjidhje këtij udhkryqi, këtij fjalë kryqi më saktë? Ju e keni përmendur ndër të parët, për të mos thënë i pari, jo për të mos thënë po i pari që keni përmendur në bisedat tona, që shiko, ka nevojë për një ndërmjetës. Po. Shiko, e vërteta është që ne si popull kemi patur, do të kemi gjithmonë ndërmjetësues të huajt. Sepse e kemi në natyrën tonë të ADN-s politike dhe ndërkombëtare. Pse them këtë gjë? Duam pajtuesin e gjasheve. Po, pse them këtë gjë? Ju e keni parë që Rama është servil ndaj të huajve. Pra, gjunizohet ndaj kryeministit të Belgjikës, gjunizohet përpara Melonit. Pra, ul sovranitetit në sy të ndërkombëtarëve. Thonë ndërkombëtarët që kanë respekt për sovranitetin e tyre, e kanë shumë parimore uljen edhe të kokës, jo më të gjunizohesh, ndërsa Rama nuk e ka. Pse? Sepse komunistat, se kjo vjen sipas ADN-s komuniste, çfarë bënin? Enveri shkonte, kishte lidhje edhe me kinezët, edhe me sovjetikët, edhe sipas interesit. Edhe kështu bën edhe Rama. Pra, sipas interesit shkojmë edhe nga një. Pra, si në kohën e komunizmit ka qenë mirë pritur nga populli asaj kohe, edhe sot, nga ky popull i cili vjen si trashëgimi, është i mirë pritur dhe nuk flasen. Pse nuk flasen? Se pikrisht politika jon e ka ushqyer tek populli që të është e pranueshme gjunizimi dhe prandaj nuk ke për shembull një recetë tjetër që të thuash që këtu ke një sovranitet i cili nuk prekej, por prekej për shkak të ignorantëve që kemi lënë në politikë. Tani, shkojmë tek ndërmjetësuesi. Ndërmjetësuesi, pse do futet dhe duhet futet patjetër? Sepse kjo protestë e dha mesazhin. Mesazhi është shumë i qartë që Rama nesër në çdo moment të caktuar do të bëjë një reformë, do të di që do të marrë patjetër reagimin qytetar. Dhe kësaj radhe e din shumë mirë që do të jetë reagimi qytetar. Por ndërmjetësimi bëhet vetëm për një fakt shumë të rëndësishëm që ju shpëton të gjithëve. Kush është? Është ajo që ne kemi thënë vazhdimisht. Çfarë duan ndërkombëtarët? Ka një kaset, stabilitet. Çfarë do të thotë stabiliteti? Mos kemi vrasje, pra mos kemi trazira, mos kemi prishjen e rendit dhe sigurisë, mos kemi prishjen e rendit kushtetues, që mos të kemi probleme sikur kemi patur më përpara me ngjarje të rënda që kanë ndodhur në vendin tonë. Këto gjëra të huajt i kujdesin shumë. Avokat, ju konstoni që Gjermania shtyp butonin e kuq në protestë, kurse Amerika bën ndërmjetësin apo gabohen? Jo, të dy bashkë do të detyrohen në një farë mënyre të bëjnë ndërmjetësin. Njëri për Bashkimin Evropian dhe tjetri për stabilitetin në NATO. Sepse ju e dini shumë mirë se qytetarët kanë të drejtë absolute të protestojnë, por duhet keni parasysh për shkak se nuk ka një përfaqësi dhe s'duhet ketë tani tutje, se s'ka kuptim pse ta kenë. Duhet patjetër të kemi një dakordsi midis qytetarëve në rrugë, politikës aktuale që e cila për mendimin tim, jo vetëm për mendimin tim, por nga ana ligjore ndëshkohet vetëm në kutinë e votimit, pra në rrugë sigurisht protestohet, por ndëshkimi ndaj politikanëve bëhet vetëm përmes kutisë së votimit, pra ajo është rruga e vetme që nuk e ndryshon dot. Në dy palëzirët e fundit që kemi diskutuar bashkë, e keni përmendur, po bën kohë domethënë që kjo është rruga e ndëshkimit. Kjo e vetmja gjë është rruga kjo, dhe ajo që unë po ju them përsëri, që më gëzonte kjo protestë,
është që te kjo protestë njerëz nuk kanë besim te spaku. Kanë avokatë, sepse ata i bën thirrje Dumanit për kryeministër. Për le tani kush del një psikopat aty dhe jep një i jepet mandati dytë më saktë. Të lutem, nuk mos u merr me këto gjëra, të lutem. Del njëri, merr mikrofonin dhe mendon se ka bë atan. Një sekond. Duhet kemi parasysh diçka. Qytetarët në atë shesh, se janë veç, nuk kanë përfaqësi. Në rast se do të kishin përfaqësi, jam dakord. Pse del njëri dhe merr mikrofonin dhe ka mbaruar gjithçka? Jo. Thënë, Hetim Ramës. Veliaj shu prite Ramës se po vjen. Tani, ti po imponohesh ndaj spakut, sepse spaku pas ka bërë detyrën. Mirë, heto oligarkët, heto pushtetin ekonomik. Çfarë do të thotë kjo, Dylber? Pra, edhe vetë qytetarët e di shumë mirë që spaku është vegël e pushtetit. Dhe prandaj e sfidojnë. Spaku duhet kishte vepruar me rastin e zonjës Balluku. Pse nuk vepron spaku për zonjën Balluku dhe dalin informacionet që po hetimet po zbardhin dhe fakte të tjera penale, sipas hetimeve, që populli kur të shikjet në shesh të ketë mundësi të imponohet zotit Rama dhe t'i thot zotit Rama që shiko, situata është e vështirë, tani lëshoj Ballukun. Pra, e kupton Dylber ku jemi? Jemi në një situatë kur qytetarët nuk besojnë politikën aktuale që votoi reformë në drejtësi. Dhe këta i thënë jeni fundi. Dhe ju më thoni që spakun dhe Dumanin. Jo, se del njëri dhe merr mikrofonin dhe mendon sikur ka çliruar botën. Jo, po mikrofonat që kanë fol aty më së shumti dhe kanë thënë të vërtetën për padrejtësinë e pronave. Kjo është e vërtetë. Pra, padrejtësia e pronave. Padrejtësia në drejtësi. Kjo është e vërtetë që kanë thënë ata në mikrofon. Jo sepse dikush i ka thënë shko thuje këtë që të dali. Ta kënaqim atë. Se kënaqet kur i bëjnë kështu pres. Si puna e analistëve. E di ka disa analistë të cilët thoshin ABC. Më kupton. Dhe këto analistët thoshin spaku ishte shumë i mirë. Dhe pastaj kur spaku për shkak të detyrës së partisë i shkoi pak tek Obori, filluan edhe ndryshuan ABC-n dhe filluan CBA. E kupton edhe ndryshuan. Prandaj po të them që e vërteta është e hidhur për ata të cilët i kanë bërë fresk spakut. Dhe erdhi momenti, nuk do më pyesësh për pushtetet që përplasen, apo jo? Por ju keni vendosur gjithmonë theksin te pushteti ekonomik që është kryesori që do goditet në këtë mandat. Edhe një herë, në këtë mandat po ta thash, pushtetin ekonomik edhe po goditet, prit se po goditet, se shiko, pushteti ekonomik ka diçka shumë bukur. Ka dy segmente. Pushteti ekonomik ka dy segmente dhe segmenti i parë kush është? Pushteti oligarkik dhe segmenti i dytë është pushteti ekonomik zhvillues, që njëri me tjetër ka diferencë, janë dy segmente. Dhe këto dy segmente, qëllimisht pushteti aktual, do t'i ngatroj për shkak të përdorimit në zgjedhjet të 11 majit. Ju përdora zotri. Tani jepni pasuritë tuaj mbrapsh, të lishme të palishme. Shqyqyr që s'na kanë dëgjuar, shqyqyr që nuk na kanë dëgjuar Dylber, sepse ne i kemi paralajmëruar, por nuk na kanë dëgjuar dhe shqyqyr që bën gabime, që të paktën të kemi mundësi të komentojmë dhe themi ja dolëm mbar dhe tham të vërtetën. Kjo është e vërteta. I ka bërë Rama, i ka përdorur, për shembull, jeti biznesmen thotë hajde këtu, hajde. Bën ato të vetë ai. Edhe i ka përdorur në 11 maj, i ka përdorur në 14 maj 2023-shit. Tani thot nuk ju du më, çfarë do tani? Ju marr statistikë përmes spakut, ju bëj lodër atje. Ja, ju thoni që Shqipërinë e re do ta kryejë Rama me të ri, duke pastruar këta të vjetrit që i përdori. Jo, Shqipëria e re nuk bëhet me Ramën. Rama është e vjetër.
Avokat, Dhe Rama tani po përpiqet të ngatrojë partitë e reja me Shqipërinë e re. avokat, të lutem më thuaj për ta mbyllur si mbyllet kjo javë, sepse parashikimet është vështirë të bëhen nga njëra ditë në tjetrën, por nga Instikami nuk lëviz asnjëra nga palët. Shiko, unë do të pres të shikoj. Kush është për ju? Kush është dita ose data ose java vendimtare? Jo, nuk ka datë javë vendimtare. Sepse protesta, për mendimin tim, duhet të zjas me një maksimum pa afat. Shqetësim ky. Dhe bën politikën shqiptare shumë problematike. Pra, Berisha dhe Rama kanë problem. Ose më saktë, avokat, për të ndihmuar në bisedë, për ta bërë bashkëbisedim, kush është hapi i rrallës, qoftë ndoshta ndonjë ndërheqje nga partitë politike, majta e djatha që mund ndjekin shembullin e Koçekut, apo ndonjë deklaratë nga jashtë për të hapur rrugë për dialog, për të bërë një hap pas, apo ambasadori që ne folën, pra gjitha këto në këtë. Se më lodh. Kush është ajo e rrallës si do jetë? Se më lodh. Tham ambasadori edhe amerikan dhe gjerman do marrin rol, pozicion kyç në negociata. Por unë po them diçka tjetër që është ndryshe. Protesta është pa afat. E di çfarë nuk kupton pa afat. Nuk kupton dy gjëra të cilët nuk i kuptoni. Dhe po ju ja sqaroj. Protesta me prezencë dhe protesta në heshtje. Kush është më e rrezikshme për ty? Protesta në prezencë apo protesta në heshtje? Por nuk është do ketë pra diçka avokat këto ditë të javë që mundet, kush është tek hapi rrallës e kam. O i nderuar, edhe një herë po them, kush është më e rrezikshme? Protesta në heshtje apo protesta në prezencë? Po në heshtje. Bravo. Edhe sikur këta mos të dalin nesër, protesta vazhdon. A ju thoni që është thyer ajo e para, barriera e parë, tani akumulohet akoma më shumë edhe në heshtje. Edhe urrëtia rritet, sa Rama qëndron aty, Rama është i urryer. Pra, Rama nuk është i pëlqyer. Pëlqyeshmëria e Ramës është në rënje dhe brenda partisë. Pse? Se studioj këte për qytetarë që në ndjekin vazhdimisht dua që ta kuptojnë. Kur je i urryer, brenda vetes ke pasiguri. Pasiguria që ke brenda vetes përcillet tek ata të cilët janë rreth teje. E mbamen për pllakën që kam thënë vazhdimisht pllaka, mbaroj pushet pllaka, Dhe ky është sekreti. Rama ka përdorur pasiguri në grupet parlamentare dhe të festat të PS-s që bënte. Rama tani po shkon në Bruksel, pra po shkon në Francë, për të takuar Macronin, sepse Macroni do bëj konferencë me atë dhe do t'i japi një mesazh popullit shqiptar që pa Ramën ju nuk shkon në Bashkimin Evropian. Pse? Sepse Rama me flamingo, me jelek verdët atje. Po, dhe Rama tani nuk shkoj tek Erdogani të marrë ndonjë mësim, sepse ka një konflikt. Kur ta zgjidhi konfliktin, do shkoj të marrë një këshill, por zhvon, sepse Erdogani i ka thënë Ramës se si bëhet instalimi i diktaturës. Ja ka mësuar thoni. Ja ka mësuar, po s'ja mban Ramës ta bëj. E di pse? Sepse Erdogani kur erdhi në pushtet në Turqi, hoqi dorë nga Bashkimi Evropian. I bie që edhe Rama të heqi dorë nga Bashkimi Evropian. Ata po e diktatura. Tani po e lusin Turqinë po. Po kush e lut Turqinë, mo kush e llogarit Turqinë, ma harroje ti këtë gjë, nuk e fusin atë Turqinë kurrë në Bashkimin Evropian ata. Ta garantoj unë këtë gjë. Dëgjoj tani. Unë po them gjë tjetër. Pra, Rama në rast se thot shqiptarëve nesër nuk shkojmë në Bashkimin Evropian, shqiptarët do të kthejnë kurrizit, thotë çfarë thotë ti, gjithë familja jonë është në Bashkimin Evropian, si u do shkojmë në Bashkimin Evropian. Dhe me atë është instaluar zyrtarisht diktatura në Shqipëri. Jo se nuk ekziston, ekziston, por është zyrtarisht flasit.
Dhe tani po të them, edhe po të analizoj, Zoti Rama ka bërë një gabim fatal dhe po shkon sot në Francë ta korrigjoj, që t'i thot njerëzve të tij brenda Partisë Socialiste që unë mund të jemi urryer, po unë ju përcjell juve siguri që ju mos të ikni dhe të bëni marrëveshje me partitë e tjera politike. Më kuptove? Pra, PS-ja është drejt ulje, pra rënjes, dhe është rënje graduale PS-ja, më kupton? Është në rënje graduale. Kurse, sepse rritet urrëtia, rritet pasiguria dhe në rritet e tyre fillon njerëzit duke marrë njëri tjetrin në telefon duke thënë o vlla, ore ky ka probleme o vlla, tani ç'do bëjmë ne? Do futemi në burg apo do ikim nga Shqipëria? Me ikim nga Shqipëria, këta do na sjellin këta të tjerët, duhet bëjmë një aleancë. Ku duhet bëjmë aleancë? Shkojmë te partia tjetër, te më i forti. Tani për tani nuk është se kemi një të fortë sepse populli ka goditur të gjithë bashkë, por gradualisht pas kësaj, prandaj thash protesta në Eshtje, ma kujdes këtë sekret, kjo është sekret po të. Protesta në Eshtje është më e rëndë për PS dhe PD-n, prandaj them që në PS dhe PD nuk ka reflektuar se mendojnë akoma se jetojnë në zonë tjetër, në qevë mendojnë ata, edhe jetojnë. Jo, aty është që do kenë goditje të rëndë. Pse? Sepse dy partitë kryesore duhet o të hapen totalisht, duke goditur brenda vetes, Blerë tani, histori tjetër kjo. O në fund fare të pranojnë që janë vetvetja dhe të guxojnë të përballen me sheshin. Po në rast se do përballen me sheshin, PD dhe PS, dihet që ata që do triumfojnë nuk janë vetëm partitë e reja, po janë vetëm partitë e vjetra të cilët menjëherë do ikin nga partitë e mëdha. E kupton çfarë? Pra, tani jemi në hapjen e kapitullit të ri duke mbyllur kapitullin e vjetër politik. Pra Shqipëria e re në konceptin e atyre është ndëshkimi i klasës së vjetër politike, pra Rama, Berisha, Burg, ajo nuk diskutohet, por në të njëjtën kohë në mënyrë paralele duke sulmuar që këta mos të pengojnë klasën e re politike. Pra e kupton çfarë lloji, nuk është flamingo këtu në mes o zotëri. Këtu është një gjë shumë më e madhe se sa mendohet. Pra, instalimi i komunizmit nga 44 ose më mirë thellimi të asaj kohe deri në 2026 është rënditje për Partinë Socialiste dhe tani po të rikujtoj, e mbam mend që të kam thënë në momentin kur dolën rezultatet e 2011 majit të thash, po të isha Edi Rama, unë do të thoja, falenderoj popullin shqiptar, po nuk e pranoj këtë mandat, 83 mandate, sepse unë jam i bindur që unë do të më vi urrëtia në derë. Dhe ta kam thënë, para, sa po doli rezultatet, thash, mbaje një muaj, mbaje në maksimumi 6 muaj, dhe vetë rëzohu. Vetë rëzohu. Kemi zgjuar të hënën pas dita atë. Edhe i thash, po shqyqy që nuk na ndigjojnë dhe jemi në situatën që komentojmë dhe jemi në rregull me veten. Prandaj them, edhe tek zoti Rama, edhe tek zoti Berisha që nuk na ndigjojnë, themi tek populli tani që na dëgjon, shikoni, ata le të bëjnë gabime, sepse ndodh diçka nuk ngjan, pra nuk e them ne vazhdimisht si shprehje. Tek këta ka ardhur momenti që populli i bështyn, më dëgjoj këtë, dhe ata mendojnë sikur po bjen shi. Më kupton? Ramën dhe Berishën, populli po i bështyn, dhe ata mendojnë sikur po bjen shi. Kjo do të thotë që ata nuk kanë mundësi, për shkak të kapacitetit të munguar, të kuptojnë frymarrjen, udhëzimin, skanimin që populli ka bërë atyre. Dhe prandaj them që populli i bështyn dhe ata mendojnë sikur po bjen shi. Dhe në fund që ta mbarojmë dhe po të them që e shtuna ishte mesazhi i kapitullimit të klasës politike shqiptare, asaj që ishte 35 vjeçare. Po kujdes diçka që ka një sekret e shtuna. E shtuna
ka një sekret që asnjëri nuk e percepton dot, sepse nuk u shfaq ashtu siç duhet. Është sekreti që Rama dhe Berisha do bëjnë pakt për të goditur sheshin. Mendoj avokat, ta lëm këtu për të vazhduar në bisedën tjetër se cili do të jetë më. E lejmë në fund se lajmi i fundit vjen në fund të qershorit. Okej, ju vëlla 2 lajme, edhe që do jetë pakt, edhe që do jetë ajo që unë e kërkova për datën, ditën apo muajin në fund të qershorit. Unë falenderoj shumë avokat për bisedën. Të uroj javë të mbar. Edhe unë ju falenderoj gjithashtu. Me pozitive që palët të gjejnë kompromise në protestat. Jo, më pse ti them ne kompromis, mos të gjejnë sepse pse do na mbaroj puna që të bëjmë analizë, kupton? Puna është kjo që ne duhet i themi qytetarëve që na dëgjojnë dhe na e falenderoj vazhdimisht sepse na ndjekin dhe na vlerësojnë. Dhe unë i dua shumë, pavarësisht se nuk i njoh, po më njohin, se për shkak unë dal në ekran, jo se ata dalin, po unë i dua shumë sepse në të vërtetë na kanë ndjekur, na ndjekin dhe dua t'i them që është manuali i qartë që ajo që ne themi është e vërtetë dhe ata, pra Rama dhe Berisha, janë në një botkuptim tjetër. Ne jemi në kuptimin më real se asnjëherë dhe them që qytetarët çdo lajm ose çdo marrëveshje politike që do bëhet në të ardhmen duhet ta marrin me shumë kujdes, maturi dhe të ndëshkojnë ata që kanë keq qeverisur vendin vetëm në kutinë e votimit. Aty do t'i ndëshkojnë. Edhe unë i falenderoj shumë, sidomos edhe për bisedën që ne kemi zhvilluar bashkë avokat, e cila është shpritur mjaft të mirë edhe me plot reagime. Të përshëndes dhe të uroj më të mirat. Faleminderit.